Çairin mendoj nuk du ta nënçmoj si betej, mirë po aq dëmi është bë komunës. Aq është e pamundshme të jetohet aty më. Aq është bë kaos urban, mungesë parkingeve, pa pastërti. Vërtet njerëzit kanë frikë të dalin të ecin në këmbë prej një pike në pikë tjetër. S'ke ku ecni. Duhesh të ecish në rrugë ku kalojnë vetura, për shkak se në trotuar janë të parkura vetura. Për shkak se është rrezik njerëzit vriten. I ke pa trit vriten çajir. A jeni bashkëfajtohen në këtë ngjarje? Krejt to ngjarjet e çajirit lidhur me rrugat, me vrasit, me. Shif, unë kam qenë për shembull shef shtabi i Visarganiut në vitin 2017. Ka qenë i ri, nuk e kemi njoft. Prej ditës që ajo është emëru kryetar komunë. Prej ditës kur kam përfundu votimet, unë zyrë e ty nuk kam hy. Nuk kam hy në zyrë e ty asnjëherë, që do thotë se nuk kam ndiku në politikat e tij.